3 muajin e parë të shtatzanisë duam sa më pak rezatime, sepse është faza e formimit të bebit. Ashtu siç 3 muajt e shtatzanisë kanë patologjitë e tyre bashkëshoqëruese në varësi të situatave, edhe plazhi, edhe dielli, dhe pishina, dhe deti bëjnë problematikat e tyre në varësi të 3 muajorëve të shtatzanisë. Në 3 muajin e parë themi kujdes mos rishum në diell sepse rezatimi na indikon në pjesën e problemit të formimit. Pra duam që t'jemi sa më pak të indikuar. Pastaj 3 muajori i dyti i shtatzanisë dhe i treti nga dehidratimi, pra po e theksoj. Pra, sepse pacientët thonë që ka merakull sepse nga të shkuarit në plazh mund të rritet risku për të bërë abort ose rindje para kohe. Nuk ka lidhje, do të thonë 100%, pra kemi një rritje të shansit për të pasur problematika, por jo drejt për drejt se ti vajte në plazh, por nga dehidratimi, sepse dehidratimi rrit shansit për të pasur kontraksione të mitrës dhe për edhe kontraksioni përkthehet o me rrezik aborti o me rrezik lindje para kohe.